Keni një shtëpi të patermoizoluar? Ky është një problem tipik që haset në ndërtesat e vendit tonë. Ndërtesat e patermoizoluara janë jashtë çdo standardit përcaktuar për komoditetin klimatik dhe temperaturave optimale që duhet ketë çdo ambient i brendshëm. Kjo ndihet çdo ditë në dimër dhe verë, aq sa të krijohet përshtypja që nuk ka ndryshim mes ambienteve në banesë dhe jashtë saj. Gjithashtu në këto ndërtesa të patermoizoluara, shpesh ka prezencë lagështie, myku dhe jo më pak shqetësuese është paraqitja estetike e tyre. Ndërtesat e patermoizoluara ndikojnë në shtimin e emetimit të dioksidit të karbonit duke shkaktuar ndotje të ambientit. Si rrjedhojë e mungesës së çdo standardi, këto ndërtesat patermoizoluara në pak vite mund të konsiderohen të pabanueshme. Në Shqipëri, ruajtja e energjisë në ndërtesa është e sanksionuar me ligjin e vitit 2002, por zbatimi i tij ka qenë problematik. Eficienca e energjisë në ndërtesa është një nga kriteret që duhet të plotësojë vendi ynë për të aderuar në BE. Direktiva Evropiane përcakton ndërtesat në bazë të klasifikimit për konsumin e energjisë dhe emetimit të dioksidit të karbonit në ambient. Certifikata e energjisë ndërtesës është e detyrueshme në vendet e Bashkimit Evropian për të mundësuar shitjen ose dhënien me qerat të ndërtesave në përgjithësi. Ndërtesat që kanë konsum të lartë energjie dhe emetojnë dioksid karboni mbi normë kanë një vlerë tregu shumë më të ulët. Së shpejti edhe në vendin tonë, certifikata e energjisë ndërtesës do të jetë një dokument i vlefshëm për tregun e banesave. Zgjidhja e këtyre problemeve dhe adaptimi me standardet evropiane arrihet me izolim termik në ndërtesë. Izoterm është i profilizuar në eficiencën e energjisë që nga viti 1996. Izoterm është promotore dhe prodhuesi kryesor në Shqipëri dhe rajon i të gjitha produkteve të polisterolit dhe sistemeve të izolimit termik në çdo element të ndërtesës. Izolimi termik duhet aplikuar i plot, duke filluar nga themelet dhe deri ke taraca ose çatia. Për sistemin Mantel, Izoterm ofron gjithë gamën e produkteve të nevojshme të certifikuara me ISO dhe CE për të realizuar një sistem izolim termik paketë shumë cilësor, të garantuar për efektet dhe rezistencën në kohë. Duke u referuar studimit për Shqipërinë nga Universiteti Aristotelis i Selanikut, sugjerohen këto trashësi të paneleve të polisterolit. Për zonën e ulët perëndimore mund të përdorim polisterol EPSF 100 8 cm ose izoporgrafit me spesor 5 cm. Për zonën malore mund të përdorim EPSF 100 12 cm ose izoporgrafit 8 cm. Le të shikojmë aplikimin e sistemit Mantel në objekt. I gjithë procesi nis me përgatitjen e materialeve sipas radhës së duhur. Puna nis me vendosjen e profilit aluminit në pjesën fundore, nivelimin e tij dhe fiksimin me vida në fasadë. Elementë të tjerë të përbërës të sistemit Mantel janë produkte të Bauer, një emër i madh dhe i sigurt me shumë vite eksperiencë prezente në shumë vende. Kapa 11 i Bauer është ngjitësi me fibra për ngjitjen e paneleve të polisterolit në fasadë, si dhe veshjen e tij në sipërfaqe përpara aplikimit të grafiatos. Kapa 11 ka elasticitet të lartë dhe kohë të gjatë punueshmërie. Kapa 11 është i disponueshëm me ngjyrë gri për ngjitjen e polisterolit në fasadë dhe në ngjyrë të bardhë për veshjen e tij. Më tej bëjmë përgatitjen e kollës, kapa 11 gri, për ngjitjen e polisterolit në fasadë. Pas aplikimit të kollës në panelin e polisterolit, bëhet ngjitja e tij në fasadë. Panelet ngjiten me kujdes, duke ruajtur nivelin dhe vertikalitetin e tyre. Kontrolli bëhet me spango, nivele dhe mastar, her pas here gjatë procesit të punës. Elementi kryesor që përcakton aftësinë termoizoluese të sistemit Mantel është paneli polisterolit EPS. Për këtë arsye, Izoterm i kushton vëmendje të veçantë cilësisë dhe certifikimit sipas normave evropiane. Për sistemin Mantel të izolimit termik të fasadeve, Izoterm rekomandon EPSF 80, EPSF 100 dhe EPSF 120, të cilat janë panelet polisterolit të bardhë, të përshtatshme për aplikimin e sistemit Mantel. Ato janë vetëshues, kanë qëndrueshmëri dimensionale dhe janë të stazhonuara. Rezistenca në shtypje është përcaktuese për aftësinë termoizoluese të panelit polisterolit.
Këto panele kanë përcjellshmëri termike më të ulët në krahasim me çdo material tjetër dhe mundsojnë izolimin termik më të mirë duke reduktuar në minimum humbjen termike në ndërtesë. Koeficienti i përcjellshmërisë termike, lambda, varion nga 0.038 e deri në 0.036. Materialet e tjera nuk e arrin këtë aftësi termoizoluese dhe në kontakt me lagështinë e humbin veten e tyre si izolues. Izopor grafit GF90 është paneli polisterolit me ngjyrë gri të errët, i cili ka përmbajtje grafiti. Grafiti pasqyron rrezet e infra të kuqe, të cilat kanë veti termike të larta. Është produkt i teknologjisë inovative dhe konsiderohet produkt i gjeneratës së re. Në Evropë dhe vende të tjera përdoret masivisht sepse ka një performancë të shkëlqyer për reduktimin e humbjeve termike. Koeficienti i përcjellshmërisë termike është 0.031, i pakrahasueshëm me asnjë material tjetër. Kapaciteti i izolimit termik të izopor grafit është rreth 50% më shumë për të njëjtin spesor, duke krahasuar me polisterolin tradicional EPS të bardhë. E vazhdojmë procesin e punës në Ibanez ku po aplikohet termoizolimi me GF90 me përmbajtje grafiti. Procesi vijon me vendosjen e upave plastike që shërbejnë për shtrëngimin e paneleve të polisterolit dhe rritjen e garancisë dhe qëndrueshmërisë ndaj luhatjeve të objektit. Upat aplikohen në skajet e paneleve dhe në mes të tyre. Pas aplikimit të upave, vijon aplikimi i shtresës së parë të kollës K11 të bardhë, mbi të vendoset rrjeta me fibra xhami duke u kujdesur që të bëhet në mënyrë korrekte dhe mbi vendosja e saj të jetë të paktën 10 cm. Mëtej shtresa e dytë e kollës së bardhë dhe nivelimi përfundimtar i saj. Rrjetat me fibra xhami shërbejnë për armimin e ngjitësit të bardhë. Janë të disponueshme nga 125 deri në 160 gram për metër katror. Është rezistence ndaj elementeve përbërës të ngjitësit dhe nuk humbasin vetit armuese në vite. Gjithashtu duhet të trajtohen me kujdes këndet në të cilat vendosen këndoret ose pikoret me rrjet me fibra xhami. Rrjeta e tyre duhet të lidhen mirë me kollën dhe të mbivendoset me rrjetën e sipërfaqeve të tjera. Pasi kolla thahet, për rreth 48 orë, mund të bëhet aplikimi i astarit Pro 101 në gjithë sipërfaqen e fasadës për të garantuar ngjitjen e grafiatës në mënyrë sa më të mirë. Pro 101 është astari akrilik me bazë uji i Bauer, i cili mundson ngjitjen më të mirë të suvas grafiato te kolla e bardhë. Astari lihet të thahet 12 deri në 24 orë në varësi të temperaturës. Pas tharjes së astarit bëhet aplikimi i grafiatës duke shtryrë në mënyrë uniforme në gjithë sipërfaqen dhe duke e punuar në mënyrë rrethore ose të drejtë sipas dëshirës. Monokapa Flex është suva grafiato e Bauer 100% akrilike. Ajo mundson ngjitje të përkryer dhe rezistencë të lartë ndaj lagështirës. Monokapa është rifinitura e përkryer për sistemin e termoizolimit mantel. Kapa Sili Bauer është suva grafiato me bazë silikoni. Mundëson ngjitjen më të fortë dhe rezistencë të përkryer ndar ujit, duke lejuar njëkohësisht transpirimin e elementeve strukturor të fasadës. Kapasil në sajt përbërjes së tij me bazë silikoni mundëson vetë pastrimin e sipërfaqes së fasadës. Grafiatot e Bauer, monokapa dhe kapasil mundësojnë zëvendësimin e finiturave të tjera, si edhe lyerjen me bojë, pasi vetë grafiato është e pigmentuar. Ato janë të disponueshme me disa granulometri për të mundësuar trajtime të ndryshme të fasadës nga ana estetike. Cilësia e materialeve përbërës sistemit mantel, kolla, rrjeta, astari, grafiato, ndikon shumë në aspektin e qëndrueshmërisë në kohë, garancisë dhe estetikës së sistemit. Këto materiale duhet patjetër të jenë certifikuara me CE. Cilësia e lartë e materialeve duhet jetë prioritet në mënyrë që të mos ndodhin defekte që do i rëndojnë kostot tuaja. Për pjesën e zokolit të objektit në kuotën e aplikimit sistemit mantel,
Aplikohet paneli polisterolit XPS Dow me veti shumë të mira termike dhe mekanike, i fortë dhe rezistent ndaj goditjeve. Pas hidroizolimit të zokulit me pastën bikomponentëshe Aquasil Flex, po me këtë të fundit bëhet dhe ngjitja e panelit në zokul. Mëtej mbulimi i tij me membranën drajnë dhe mbushja anësore me zhavor ose dhe. Termoizolimi i zokulit me XPS Dow duhet bërë jo më pak se 30 cm nga kuota e sistemimeve dhe jo më tepër se 1 metër. Izoterm nga viti 2007 kontrollon cilësinë e prodhimit të vet me anë të laboratorit Izoterm. Izoterm është certifikuar prej disa viteve sipas standardit ISO 9001-2008. Garancia e produkteve të polisterolit është themelore. Produktet e Izoterm prodhohen sipas normativës evropiane EN 13163. Izoterm ofron produkte polisterolit të certifikuara CE. Duhet treguar kujdes për produktet para se t'i bleni, pasi shpesh janë të pacertifikuara, nuk kanë specifikime teknike, nuk ofrojnë siguri dhe tregtohen nga jo profesionistë. Kujdes duhet treguar dhe ndaj produkteve të ambalazhuara me logo të ndryshme, që nuk janë prodhues polisteroli. Një investim në produkte të pacertifikuara rrezikon arritjen e efektit të izolimit termik dhe dëmtime fizike të këtij sistemi gjatë viteve. Në qoftë se synohet vetëm kosto sa më e ulët, pa e llogaritur efektin e izolimit termik që përfitohet, është një rrugë që nuk sjell as pak përfitim. Izolimi termik, para së gjithash, është efekt, nuk është diçka sipërfaqësore ose thjesht për estetik. Çfarë përfitojmë nga ky investim për izolimin termik të ndërtesës? Kursim të përhershëm të energjisë deri në 60%, më pak shpenzime për ngrohje dhe ftohjen. Me një izolim termik cilësor dhe të plot, arrihet një konsum më pak se 50 kWh në metër katror në vit. Ambient të brendshëm të banesës me komoditet klimatik stabil, i ngrohtë në dimër dhe i freskët në verë, pa lagështi, pa njolla myku në mure. Investimi fillestar shlyhet mesatarisht për 4 vjet në ndërtesat e vjetra, ndërsa tek ndërtesat e reja ky investim shlyhet për më pak se 3 vjet. Kjo, pasi izolimi termik me materiale të certifikuara, është afërsisht 3% e kostës së ndërtimit. Pra ndërtesa juaj ka vlerë. Tashmë me certifikat në energjisë natyrisht në treg do ketë avantazhe më të mëdha. Izolimi termik është një investim i zgjuar për shtëpitë tuaja. Ai kursen në mënyrë të përhershme para dhe energjinë tuaj. Izolimi termik mundëson një ambient me komoditet klimatik, freski në verë dhe ngrohtësi në dimër. Është ekologjik dhe në harmoni me natyrën.